Shqipëria e një atë tjetër hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian duke hapur 4 kapituj të tjerë. Komisioneri e zërimit thotë se është bërë përparim breslënës. Socialistët votojnë rregulloren e re të kuvendit. Opozita braktis seancën me pretendimin se u shkel kushtetuta. Ngrihen komisionet. Shoqata e gjyqtarëve i përgjigjet akuzave të Ramës. Kryeministri po përpiqet të uzurpojë pushtetin gjyqësor. Sulmet ndaj magjistratëve janë vepër penale. Arsenal. Ora 19, mi mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Shqipëria mbajti konferencën e 6 ndërqeveritare në Bruksel, ku u hapën 4 kapituj të tjerë në fushën e energjisë, transportit dhe mjedisit. Komisionerja e zgjerimit tha se përparimi i Tiranës në reformat kyçe është mbreslënës. Kryeministri Rama deklaroi se synohet që brenda vitit të hapet edhe grup kapitulli i fundit. Këtë të martë, Shqipëria hodhi një tjetër hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, duke hapur grup kapitullin e radhës për negociata. Ky ritmi i Shqipërisë në rrugën drejt BE-s, sipas komisioneres për zgjerim Marta Kos, është mbreslënës, duke shprehur bindjen dhe mbështetjen që deri në vitin 2027, procesi i negociatave do të jetë i mbyllur. Nuk është e lehtë të çelësh kapitujt, por po ashtu është e vështirë edhe t'i mbyllësh. Jemi të sigurt se jemi në rrugë të mbar. Shqipëria duhet të japë rezultate me reforma dhe të sjellë gjithçka që është e nevojshme që të mbyll kapitujt. Vizioni kryeministrit tuaj është të përmbyllim negociatat në fund të vitit 2027. Ne mbështesim këtë vizion, çka do të thotë se në momentin që kemi këtë kandidat kaq të zellshëm, është edhe përgjegjësia jonë që t'i mbështesim me energjinë dhe fuqinë njerëzore në Bruksel. Në konferencën e 6 ndërqeveritare të mbajtur në Bruksel, Kryeministri Edi Rama deklaroi se edhe grup kapitulli i fundit do të hapet brenda këtij viti për të përmbushur më pas të gjitha detyrat në të gjitha fushat, të lëna nga Bashkimi Evropian që të hapet të drita jeshile për antarësim. Sot çelëm një tjetër grup kapitull. Në fakt, ne kemi çelur 5 grup kapituj në 11 muaj dhe me sa di unë, ky është një rekord. Pres me padurim të çelim grup kapitullin e fundit para mbylljes së këtij viti. Me shpresë do ta bëjmë së bashku. E dim që ka sfida dhe duhen bërë përpjekje, por e dim që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandor të tjerë në të shkuarën. Kjo është një perandori, pjesës së cilës duam të jemi. 4 kapituj të hapur këtë të martë me të cilët duhet të punojë Shqipëria për të përmbushur direktivat e BE-s janë politika e transportit, energjia, rrjetet transevropiane, mjedisi e ndryshimet klimatike. Në total, vendi ynë ka çelur 28 kapituj, ndërsa grup kapitulli i fundit i mbetur pa hapur është ai për bujqësinë. Rregulloria e parlamentit është ndryshuar sot vetëm me votat e socialistëve pasi opozita e braktisi seancën. Berisha pretendoi se shumica po cënon kushtetutën, por Taulant Balla i kujtoi se ndryshimet e ngjashme janë votuar brenda ditës edhe në vitin 2017 me kërkesë të demokratëve. Hapet votimi elektronik. Me 79 vota pro, mazhoranca e vetme ndryshoi rregulloren e kuvendit, duke i hapur rrugë ngritjes së 11 komisioneve të përhershme, 3 më shumë se sa parlamenti ka pasur deri dje. Opozita u largua nga salla e kuvendit në momentin e votimit, pasi ishte kundër thelbit këtyre ndryshimeve dhe procedurës së ndjekur. Demokratët sollën vëmendje se kushtetuta nuk lejon miratimin e një ligji, por fshi rregulloren e parlamentit para se të kalojnë 7 ditë nga njoftimi i seancës plenare. Sipas liderit të opozitës Sali Berisha, miratimi i ndryshimeve në rregullore vetëm 2 orë pas njoftimit të deputetëve shkel ligjin themeltar të shtetit. Ne dim shumë mirë se këto ndryshime do votohen, se këto ndryshime do ndodhin, por kërkohet për të gjitha ata miliona shqiptarë që duhet të kenë kushtetutën, librin, mburojnë e tyre nga një shtet, nga abuziteti, por që për ju, kjo është një prostitut dhe s'ka asnjë vlerë. Që e keni, e kaloni nash një shpellë mafje, një shpellë tjetër mafje.
Por Partia Socialiste sollin vëmendje se rregulloria është ndryshuar brenda një dite dhe në vitin 2017, kur këtë ndryshime kërkoi Partia Demokratike. Dhe dëgjova një deputet tu që ka firmosur proces verbalin në 2017, kur në 14 shtator 2017 aty ulej kryetari i atëhershëm ose drejtori i atëhershëm i Partisë Demokratike me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Brenda të njëjtës ditë u depozitua propozimi për ndryshimin e nenin e 20, brenda të njëjtës ditë ngritëm Këshillin e mandateve të rregullores, e shqyrtuam, e votuam ndryshimin e nenit 20. Ndryshimet rregullore parashikojnë ngritjen e 11 komisioneve të përhershme, 7 prej cilëve do drejtohen nga majoranca dhe 4 nga opozita. Parlamenti miratoi ndërkaq edhe 2 nënkryetarë të rinj. Klodiana Spahiu nga Partia Socialiste e Agron Gjekmarkaj nga Partia Demokratike. Do sqarojmë edhe më tej me një intervistë për këto zhvillime, por më parë betejë opozitës kundër rregullores së re të kuvendit do të vijojë në gjykatën kushtetuese. Këtë e bëri të ditur kryetari i partisë Sali Berisha në mbledhjen e grupit parlamentar. Ai njoftoi se do të kërkohet gjithashtu rrëzimi i dekretit të presidentit për ministren virtuale të kabinetit Rama 4. Partia Demokratike do të çojë në gjykatën kushtetuese rregullore në kuvendit e dekretin e presidentit Bajram Begaj për emërimin e kryeministrit Edi Rama. Pas seancës plenare, lideri i opozitës Sali Berisha mblodhi grupin, ku lajmëroi se po do të godas në kushtetuese dekretin, i cili parashikon se kryeministri ushtron edhe përgjegjësitë për ngritjen dhe funksionimin e ministrit virtual të inteligjencës artificiale Diella. Aktin e pashemullt të presidentit të Republikës, i cili dekreton ministër virtual, inexistent, duke fyer kushtetutën, vendin dhe presidentin. Dhe e bën këtë si një sklav i vërtet i tij, i Edi Ramës. Duhet ta nisim urgjentisht këtë dekret në gjykatë kushtetuese që të arkivohet në banesën e turpit të historisë. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha caktoi 4 politikanë që do të drejtojnë komisionet që i takojnë opozitës në kuvend. Bart Spahia do të drejtojë komisionin e shëndetësisë, Luciano Boçi do të drejtojë komisionin për edukimin, Jorita Tabaku komisionin për të drejtat e njeriut dhe informimin, e Ina Zhupa komisionin për kulturën dhe diasporën. Të edhim pak më tepër dritë për zhvillimet e sotme në parlament me gazetaren Olta Blaceri që ka ndjekur për Vizion Plus zhvillimet e ditës. Përshëndetje Olta, përmbledh tazi çfarë ishte diskutimi për rregulloren e kuvendit dhe cilat ishin synimet e secilës palë? Në fakt, situata politike është e qartë. Partia Socialiste kërkon që të ngrejë sa më shpejt organet e reja të kuvendit për t'i hapur rrugë miratimit të qeverisë dhe programit qeverisës për 4 vite të ardhshme. Pasi ngritja e komisioneve lidhet drejt për drejt me konferencën e kryetarëve që do të mblidhet nesër e që do të përcaktojë detajet për qeverinë Rama, e të premte parlamenti do të miratojë programin politik të qeverisë Rama, kryeministri e ministrat. I gjithë ky zinxhir lidhet me njëri tjetrin. Prandaj për këtë arsye majoranca sot në mëngjes futi me procedurë për shpejtuar rregulloren e re, mblodhi Këshillin e mandateve, miratoi në drek ndryshimet në rregullore dhe pasdite mblodhin seancë për të zgjedhur kryetarët e nënkryetarët e komisioneve që i takojnë asaj, pasi Partia Demokratike nuk solli emra. Ndërkohë opozita ka një qëndrim tjetër, nuk ka asnjë ngut për të kaluar gjitha këto procedurat e qeveria Rama sa më shpejt në parlament. Opozita ju referua kushtetutës. Kushtetuta thotë që çdo ligj që futet edhe me procedurë për shpejtuar, nga momenti që hyn me procedurë për shpejtuar, nga sot do të kalojnë minimalisht 7 ditë para se të miratohet në parlament. Kjo është shkelja e parë më e rëndësishme të cilën Partia Demokratike listoi. E sipas saj nuk ka asnjë arsye pse të shkelet kushtetuta për të kaluar rregulloren në këtë mënyrë, në këtë formë me procedurë për shpejtuar. Për të qëndruar e këtij qëndrimi, Partia Demokratike e qëndroi çdo detaj. Zyrtarisht, po nuk u botuar rregulloria, ligj, një vendim në fletoren zyrtare, i nuk quhet që ka hyrë në fuqi. E në orën 5 kur u mblodh seanca me qenë se rregulloria e re nuk ishte botuar në fletoren zyrtare, Partia Demokratike nuk e njeh. E pavarësisht se ajo i kishte caktuar mbledhjen e grupit kryetarët e nënkryetarët të komisioneve, ajo nuk u paraqit në seancë e nuk solli emrat që janë për kryetarët e komisioneve dhe nënkryetarët që i takojnë asaj. Megjithatë, procedura u mbyll sot. E nesër do të mblidhet konferenca e kryetarëve në orën 11, do të përcaktojë detajet për debatin që bëhet për qeverinë, e të premte parlamenti do të diskutojë, do të votojë në fund qeverinë Rama, ministrat e programin 4 vjeçar të Partisë Socialiste.
Pra u fol për një rregullore të re. Në thelb, kjo rregullore e re ka ndonjë element të ri apo ishte çështja vetëm e procedurave që i sqarove me hollësi? Rregulloria ndryshon arkitekturën e parlamentit. Ne jemi mësuar që parlamenti ka 8 komisione të përhershme, 11 kemi nga sot me rregulloren e re. Për Partinë Socialiste, kjo arkitekturë e re, këto 11 komisione i shërbejnë më mirë procesit të integrimit, pasi secili komision ka i fushë caktuar që duhet të ndjek në përputhje me kapitujt që Shqipëria do të negociojë për të bërë pjesë anëtare e BE-s. Por Partia Demokratike ka i lexim tjetër, së pari ajo mendon që ka më pak komisione se sa ka pasur. Pasi tashmë ajo nuk do ketë më drejtimin e Komisionit të Integrimit, i cili është bashkuar me Komisionin e Jashtëm. Gjithashtu në fusha, Partia Demokratike pretendon që ka më pak, pasi pavarësisht se numri është 4 komisione, opozita deklaron se Komisioni i Arsimit dhe Medias, i cili ka qenë dikur i opozitit, është ndarë në 3. E praktikisht janë dhënë vetëm 2 fusha veprimi, arsimi dhe shëndetësia opozitës. Faleminderit, ishte Olta Blaceri, drejt përse drejti, ne do të ecim tej. Shoqata e gjyqtarëve i ka dalë në mbrojtje magjistratit që u akuzuan ditë më parë nga kryeministri Rama. Shoqata ka nënvizuar se sulmi është një përpjekje për të uzurpuar, sipas tyre, pushtetin gjyqësor, ndërsa i ka kujtuar shefit të qeverisë edhe pasoja të mundshme penale. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve ka reaguar ashpër ndaj sulmit publik që kryeministri Edi Rama bëri ndaj gjyqtarit të gjykatës administrative Marko Boshku. Në deklaratë shoqata shpreh të revoltuar duke e cilësuar rastin si të rëndësishëm të paprecedent dhe të papranueshëm, ndërkohë mbështet gjyqtarin për integritetin profesional. Jo vetëm kaq, por shoqata paralajmëron kreun e qeverisë Edi Rama për përgjegjësinë penale në lidhje me akuzat ndaj gjyqësorit. Çdo deklaratë denigruese në drejtim të gjyqtarëve përbën ndërhyrje në veprimtarinë e tyre dhe se referuar në enet 145.3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, një veprim i tillë sjell përgjegjësi sipas ligjit. Kjo shoqatë nuk do të ndalet vetëm në bërjen e deklaratave që dënojnë sjellje të tilla apo që shprehin solidaritet me gjyqtarët, por sipas rastit do të ushtrojë çdo mjet tjetër ligjor. Postime dhe komente si ai që është bërë ndaj gjyqtarit Marko Boshku janë në kufijtë e veprës penale dhe, si të tilla, do të monitorohen nga kjo shoqatë, duke vendosur dhe hapat që do të ndërmerren në çdo rast. Sulmi, thot shoqata e gjyqtarëve, mund të ketë pasoja në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kjo, pamë-dyshje, është jo vetëm një tentativë për uzurpim të këtij pushteti, por mund të ketë pasoja në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Parimi i ndarjes së pushteteve është një nga tiparet që dallon një shtet të së drejtës nga një shtet diktatorial, dhe kjo ndarje pushtetesh fillon nga kultura e pranimit të ekzistencës së sferave të kompetencave që nuk të përkasin. Në fund, shoqata e gjyqtarëve apelon Këshillin e Lartë Gjyqësor si dhe ndërkombëtarët që të reagojnë ndaj sulmeve të kryeministrit Edi Rama për togat e zeza. Ish kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjur Dako, do të rikthehet në burg edhe për disa ditë të tjera. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi dënimin me 2 vite dhe 8 muaj burg të dhënë nga shkalla e parë. Për afro një viti, Dako ndodhet në arrest shtëpie dhe së fundmi kishte kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë. Por sot, apeli dha vendimin përfundimtar dhe Dakos do i duhet të vuajë edhe rreth 10 ditë dënim të mbetur në qeli, pasi pjesën tjetër e ka shlyer me paraburgim. Ish kryetari i Bashkisë së Durrësit u arrestuan në qershor të vitit 2023, i akuzuar për shpërdorim detyre në 2 raste. OSBE ka kërkuar klasës politike në Kosovë që të mos u mbas kohë me krijimin e institucioneve të reja. Gjatë vizitës në Prishtinë, kryesuesja e OSBE-s e ka vënë theksin tek nevoja e rikthimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kryesuesja e OSBE-s, njëherëzi ministri e jashtme e Finlandës, Eliana Valtonen, ka vizituar Kosovën ndërsa është takuar me presidenten Vjosa Osmani. Në një konferencë për mediat, Valtonen ka bërë thirrje për krijimin sa më parë të institucioneve të reja. Shpresoj që procesi i formimit të kuvendit të vazhdojë në përputhje me kushtetutën dhe të kemi qeveri të re me të cilën të vazhdojmë bashkëpunimin. Përforcimi i marrëdhënieve midis komuniteteve mbetet esenciale. Diskutuam edhe potencialin e dialogut ndërmjetësuar nga BE-ja dhe kontributin e tij në të gjithë rajonin. Ndërkohë, në një komunikim, presidenti Osmani theksoi përkushtimin e Kosovës për bashkëpunimin e ngushtë mes OSBE-s në procesin e reformave, transparencës institucionale dhe të drejtave të njerëzit.
Vizita e Valtonenit vjen në një kohë kur Kosovës i është pezulluar dialogu strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe po përballet me kritika për veprime të njanshme në veri të vendit. Dy platforma online të tjera po hetohen nga prokuroria në ndyshimet se janë përdorur për të mashtruar qindra qytetarë në Lushnjë dhe në Divjak. Deri tani është provuar se grupi kriminal kishte arritur me sukses të ngrinte skema piramidale online duke përfituar miliona lek. Investon $1.000 dhe brenda pak ditësh, shuma do të dyfishohet. Ky ishte premtimi fillestar që grupi mashtruesve përdorte për të joshur qytetare të ndryshëm në mënyrë që ata të fusnin parat në firmat piramidale online të goditura nga policia Fierit para pak ditësh. Vision Plus mëson se krahas platformës QX janë dhe dy firma piramidale të tjera që po hetohen. Konkretisht njëra prej tyre është mbyllur me kohë, ndërsa tjetra mësohet se është hapur kohët e fundit dhe është ende aktive. Shuma më e vogël e investimit ishte $1.000, por burimet theksojnë se ka qytetarë që kanë investuar deri në $5.000, pasi shpresonin për dyfishimin e parave. E gjithë skema e goditur ishte organizuar në lokalin La Bonta në Lushnjë, ku policia zbuloi këtë skemë, ndërkohë që ka dyshime se në rrjetin e mashtrimit kanë rënë qindra persona. Referuar dosjes, agent të policisë të infiltruar kanë rënë në kontakt me Reledio Shebeku, i cili kishte një tjetër grup në Telegram në platformën QX. 35 vjeçari përmes kësaj platforme kishte lidhje me një shtetas anglez të quajtur Leo Smith, i cili u dërgonte linqe të ndryshme në grupin privat dhe qytetarët duhet të pëlqenin faqet në mënyrë që të arritej përfitimi i tyre. Në dosjen hetimore gjithashtu theksohet se agentët e infiltruar kishin kontaktuar kamarierin e lokalit La Bonta, Emanuel Taulau, i cili kishte thënë se për të bërë pjesë e firmës piramidale duhet të lidhen me pronarin e lokalit Arbër Çelën. Ishte pikërisht Çela ai që u shpjegoi efektiveve se minimumi për të futur në lojë ishte €1.000 ose $1.000. Ditën tjetër efektivet përmes kamarierit takuan një tjetër person, Flavio Mukajn, i cili pasi u mori lekët i futi në grupin privat në platformën Telegram. Lekët fillimisht kalonin në aplikacione të ndryshme deri në bankat e nivelit të dytë, ku përfituesit mund të tërhiqnin përfitimet. Ajo që bie në sy pikërisht në faqen e dytë të kësaj dosjeje është fakti se ishin të përfshirë dhe zyrtar të Bashkisë së Divjakës. Një grua ka humbur jetën dhe 2 persona të tjerë janë plagosur në një aksident të rënë në rrugën Fier-Lushnjë. Përplasja mes 2 automjeteve ka ndodhur pasi një prej shoferëve ka bërë një manovrim të gabuar. Një aksident i rënd me pasojë vdekje në një gruaje ndodhi mesdite në kësaj të martë në autostradën Fier-Lushnjë në vendin e quajtur Kryqëzimi i Vajkanit. 2 automjete u përplasën me njëri tjetrin dhe i përpasoi mbetën të lënduar 3 persona, një prej të cilëve ishte edhe gruaja që humbi jetën më pas, Mariana Kovaçi, 60 vjeçe. Edhe pse ju dha menjëherë ndihma e parë, gruaja nuk i mbijetoi dot plagëve të rënda dhe ndroi jetë rrugës për në spital. Ndërkohë, 2 të plagosurit e tjerë ndodhen në kujdesin e mjekëve dhe po marrin trajtimin e nevojshëm. Paraprakisht dyshohet se aksidenti u shkaktua si pasojë një manovre të gabuar të automjetit tip Citroen, me drejtues një shtetas të huaj, që ka goditur makinën tip BMW me drejtuese vajzën e viktimës. Për shkak të përplasjes, qarkullimi i automjeteve u pezullua për disa minuta për të rikthyer më vonë në normalitet në drejtimin e patrullave të policisë. 16 shtatori shënon ngjarjen historike të konferencës së Pezës. Në 83 vjetorin e saj, zyrtarët e lartë të Bashkisë së Tiranës vlerësuan mesazhin e bashkimit që përcjell ky takim. 83 vite pas konferencës së Pezës, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Tiranës, Megi Fino, kujtoi sakrificat e bëra në vitin 1942 dhe theksoi rëndësinë e unitetit kombëtar. Gjatë aktivitetit përkujtues, Fino deklaroi se detyrë sot është të vazhdohet me të njëjtën frym si në konferencën e Pezës. Detyra jonë, si pasardhës atyre që bën aktin historik të Pezës, është të tregojmë të njëjtin guxim e vizion sot në ditët tona. Të bashkojmë forcat për të përmirësuar jetën e qytetarëve, për të ndërtuar shkolla, institucione moderne, për të respektuar të moshuarit, për të mbështetur të rinjt dhe për të afruar Shqipërinë çdo ditë e më shumë me Europën. Konferenca e Pezës u mbajt më 16 shtator të vitit 1942, ku morën pjesë përfaqësues të forcave antifashiste shqiptare, me synim që të formohej një front i përbashkët lufte kundër pushtuesit.
Sopranoja e madhe me famë ndërkombëtare Ermonela Jao rikthehet në Teatrin e Operës dhe të Baletit në Tiranë. Artistja do të ngjitet nesër në mbrëmjen e skenë për t'i dhuruar publikut shqiptar një mbrëmje të veçantë. Kur ndjenjat marrin zë është koncerti që rikthen të mërkurën në mbrëmje sopranon Ermonela Jao në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Publiku do të përjetoj një udhëtim muzikor mes arjeve dhe kryeveprave botërore, përmes një repertori që përmbledh dashuri, dram, mall dhe triumf, të gjitha të shkrirë në një zë të vetëm. Nga bel canto deri në verismo, unë them domethënë është një program më tepër sfidues, qoftë për mua personalisht që ta mbaj vetëm. Me një program pjesë që nuk janë luajtur ndonjëherë në Teatrin e Operës dhe Baletit, është një detyrim që ti shkrish të gjitha këto anët e gjitha këto artet, motrat që janë të gjitha ecin dorë për dorë me njëra tjetrën në një të vetme që publiku të marrë historinë për të cilën ti po flet. Në dirigjimin e maestro Fabrizio Carminati, orkestrës dhe korit, muzika do të marrë ngjyra të reja, duke rikthyer atmosferën e sallave të mëdha operistike në këtë skenë që ka qenë piknisja e rrugëtimit artistik të sopranos. Ndaj interpretimi përpara publikut të saj, jo vetëm që është kënaqësi, por një formë detyrimi dhe mirënjohje. Kthimi në Shqipëri është gëzim, është edhe sfidë, mund të them, çfarë mund të jap ndryshe. Ne të gjithë jemi ndryshe, çdo ditë jemi ndryshe. Çdo ditë jemi një ditë më të rritur. Çdo ditë kemi diçka për të sfiduar, për të zbuluar me veten tonë, e njëjta gjë është edhe në këndim. Është detyrim për publikun shqiptar absolutisht, detyrim për brezat e rinj, për t'ju dhënë një shpresë se sot çdo gjë shikoj si diçka e paarritshme. Çdo gjë është e arritshme. Të mërkurën në orën 20, Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit do të jetë skena ku muzika do të kthehet në një homazh për artin lirik dhe një dëshmi se muzika mbetet ura më e fuqishme që lidh artistin me publikun. Ishin këto lajmet kryesore të ditës për sot e martë 16 shtator. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.